9 miliard euro diaspora investojnë në blerjen e banesave në Kosovë në 2 dekadat e fundit. Këtë shifër e dha të enjten Aleanca Kosovare e Bizneseve, sipas të cilës u blen 180.000 banesa. Këto janë mjete kolosale, por të shndërruara në kapital të vdekur, që nuk krijojnë as vende pune, as zhvillim ekonomik, as të ardhura të reja për shtetin. Ekonomistët tregojnë se në cilit sektor duhet orientuar emitencat. Në një shtet normal, i gjithë ky cash do të shkonte në teknologji, investime në biznese prodhuese, në artikuj të kërkuar të kohës në botë, inxhinieri, mjekësi e tjerë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në Kosovë, në vitin 2024, për herë të parë u përfshin edhe kosovarët që jetojnë në diasporë. Prej tyre u regjistruan rreth 550.000, sipas të dhënave që publikoi Agjencia e Statistikave të Kosovës, por besohet se numri i personave me prejardhje nga Kosova që jetojnë në diasporë është shumë më i lartë, vetëm se ata nuk e kanë shtetësinë kosovare. Shënjestër.net